Shohim disa ushtrime në faqen 73, matematika Pegi. Atëherë kemi në ushtrimin 5, kërkesa është thjeshto. Këto ushtrime janë shumë të lehta, mjafton të dini dy formulat bazë, që sinus katror, po shënoj edhe një herë këtu, sinus në katror alfa plus kosinus në katror alfa baras me 1, që është formula themelore e trigonometrisë. Dhe formula tjetër që përdoret shpesh, sidomos te ky ushtrimi, është tangent alfa, që është sinus përmbi kosinus. Tani në këtë rast kemi 1 minus sinus në katror alfa. Në qoftë se ne kalojmë sinus katror alfa këtej, marrim 1 minus sinus katror alfa, na jep kosinus në katror alfa. Pra kemi baras rrënja e kosinus në katror alfa përmbi kosinus alfa. Rrënja katrore thjeshtohet me katrorin dhe del kosinus alfa përmbi kosinus alfa baras me 1. Pra shumë e thjeshtë. Kështu janë dhe pikat e tjera të ushtrimit 5. Kalojmë tek ushtrimi 7. Në ushtrimin 7 thotë zgjidhni ekuacionet e mëposhtme për x nga minus 180 gradë deri te 180 gradë. Dhe kemi sinus x baras me kosinus x. Gjithmonë në këto bëjmë rrethin trigonometrik sepse na ndihmon shumë. Pra mjafton të bëni një rreth çfarë do. S'keni pse e bëni dhe bukur. Dhe duam ku sinusi është i barabartë me kosinusin. Tani ne e dim që në këndin 45 gradë këtu kemi që sinusi dhe kosinusi janë të dy të barabartë. Meqense ne, pra kjo i përket nga 0 në 90 po themi. Meqense ne kërkojmë nga minus 180 deri te 180, do thotë që do nisemi nga këtu dhe deri këtu. Atëherë do gjejmë, a ka një vend tjetër në rreth që janë barabarta të dyja? Po, ja e kemi këtu. Pra mjafton të marrim, sepse këtu i kemi të dyja të barabarta, të dyja me minus në fakt. Pra këto janë dy pikat ku sinusi baras me kosinus. Si përfundim kemi x1 baras me 45 gradë dhe x2 baras me këtë këndin këtu, që ne mund ta shprehim meqense e kemi me minus, do të thotë që duhet ta lexojmë nga poshtë, nga ky pozicion, pra sipas akripave të orës. Dhe i bën 90 plus 45, 100 minus, pra 135 gradë. Kujtojmë, kur këndet i lexojmë nisur në drejtim të kundërt të akripave të orës, lexojmë plus. Në drejtim të akripave të orës i lexojmë minus. Edhe një gjë tjetër, kujdes, ky këndi mund të shënohet ndryshe dhe 180 plus 45, pra 225. Por jo sepse nuk ndodhet në këtë interval, në këtë segment që na e kërkon ushtrimi. Pra këto janë dy zgjidhjet e këtij ushtrimi. Vazhdojmë tek ushtrimi 11, faqja 73. Përsëri kemi një ekuacion dhe na kërkohet të gjejmë x-in, kur bashkësia tani na është dhënë nga 0 në 360 gradë. Po shënoj kështu, nga 0 360 gradë. Si fillim, vëmë re që nuk e kemi të nxjerr x-in, sinusin, më falni, në pa. Kështu që nxjerrim sinus x-in, që është i barabartë me minus 1, sepse kalon nga ana tjetër dhe i pjesëtuar për 2. Pra sinus x-i minus 1/2. Bëjmë rrethin. Dhe gjejmë, sinusin e kemi në boshtin e y-eve. Ku është minus 1/2 e boshti y-eve? E kemi këtu. Atëherë heqim vijën, e cila është paralele me boshtin OX, pra që kalon tek minus 1/2. Dhe vëmë re që kemi dy pika. Këto dy pika do jenë zgjedhjet tona, të cilat të dyja e kanë sinusin minus 1/2. Do shikoni me kujdes këtë pjesë. Pra si do t'i lexojmë ne këto? Me minus, duke u nisur nga poshtë, sepse do ta kisha shumë lehtë këtu për thënë minus 30, por jo, duhet nisemi kështu, duke vazhduar këtej. Edhe një gjë, ky këndi këtu, bazë, pra ky këtu, i bie, meqense kemi 1/2 të jetë 30 gradë. Se dy variante ka, o 30 o 60. 60 nuk mund të jetë. Dhe kemi këndin tjetër këtu. Pra nisi përfundim. 180 plus 30 bëjnë 210 gradë. Është njëri x, pra x1 baras 10 gradë, dhe këndi tjetër do që do jetë 330 gradë. x2 baras 330 gradë. Këto pra janë dy zgjidhjet për këtë ekuacion. Vazhdojmë me ushtrime në faqen 74. Atëherë ushtrimi 1. Na kërkohet të zgjidhim këtë ekuacion në bashkësinë 0 360 gradë.
Pra po e shënojmë këtu 0, 360 gradë. Atëherë, kemi të nxjerrë pra sinusin e një këndi baraz me një e dyta. Atëherë vendosim rrethin, gjithmonë me rrethin, asnjëherë përmendësh, dhe vendosim këndin, gjejmësa këndin i cili e ka sinusin një e dyta. Atëherë sinusi një e dyta jemi në boshtin e ypsiloneve, heqim pingulen, do kemi 30 gradë dhe 150 gradë. Kjo do të thotë që ky këndi që unë kam i gjithi këtu, pra x plus 30 gradë, është baraz me 30 gradë. Njëra mundësi. Por mund kemi x plus 30 gradë baraz me 150 gradë. Me qenë se kemi x plus 30, unë mund të vazhdoj të marrë edhe një kënd tjetër këtu, se ndoshta është brenda bashkësisë tonë. Pra po provoj të marrë, sepse veç këtyre këndeve ne kemi dhe rrotullimet. Pra këtu i bie 360 plus 30 dhe bëjnë 390 gradë. Pra x plus 30 gradë baraz me 390 gradë. Kështu mund të vazhdoj të marr edhe të tjera. Mund marrim madje edhe me minus, duke u nisur kështu. Për shembull, ky këndi i bie minus 330 gradë. Por nuk do ishte brenda zonës tonë. Vazhdojmë tani. Nxjerrim x-in të secila. Në fillim tek e para këtu x-i kalojmë 30-ën nga ana tjetër, ose thjeshtohet 30-a me 30-ën del x-i baraz me 0 gradë. Shohim, a është në bashkësinë tonë? Po, 0 përfshihet. Marrim tjetër, x-i baraz me, kalojmë 30-ën këtej me minus dhe del 120 gradë. Po, është brenda përsëri. Jemi në rregull. X-i baraz, kalojmë 30-ën dhe do dali 360. Edhe 360-a përfshihet. Pra të tre këta kënde janë zgjidhje për ekuacionin tonë. Nëse nuk e kuptojmë pse e morëm edhe këtë, ja po marrim edhe 150 plus 360 gradë. Pra gjithmonë mund marrim këto kënde plus minus 360. Dhe do kishim x plus 30 gradë baraz me 360 plus 150 bëjnë 410 gradë. Dhe njëherë, se mos bëjmë gabim, 360, 150 gradë, 500 më falni, 510. Atëherë, x-i këtu do dalë, po të vazhdojmë veprimet, kalojmë 30 nga ana tjetër dhe kemi 480 gradë. Po 480 nuk përfshihet në zonën që ne kërkojmë. Pra si që shikoni, këta kam pa fundësi zgjidhjesh, por ne do marrim vetëm ato që ku x-i ndodhet në këtë zonë. Kalojmë tek pika C. Atëherë kemi me tangent. Mendojmë cili është këndi që ka tangentin 1. Atëherë tangentin 1 e kemi 45-ën, sepse sinusi dhe kosinusi janë të barabarta. Dhe kujtojmë dhe njëherë që perioda e tangentit është 180 gradë, që do thotë çdo 180 gradë kemi përsëri të njëjtin tangent. Pra këtu dhe këtu. Këtu është 45 gradë dhe këtu është 225 gradë, pra 180 plus 45. Mund të marrim edhe këndin këtu duke i shtuar dhe 360 gradë. Pra si përfundim kemi këto kënde. X plus 20 gradë, pra kujdes do ta marrim të gjithën këta, baraz me 45 gradë, që këtej sjell x-i është i barabartë me 25 gradë, po përfshihet, është në zonën që ne duam. Përsëri, x plus 20 gradë baraz me 225 gradë, sjell x-i baraz me, kalojmë këtej 200 e 5 gradë. Edhe 205-a përfshihet. Mund të vazhdoni përsëri me x plus 20 gradë baraz me 360 plus 25 që bëjnë 405 gradë, që këtej sjell x-i baraz me, kalojmë 20-ën dhe i bie 385 në mos gaboj. Gjithsesi, ky kënd nuk është në zonën që ne duam, pra vetëm 2 janë zgjidhjet e ushtrimit tonë. Kalojmë tani tek ushtrimi 6. Përsëri kemi të njëjtën kërkesë të gjejmë x-in, pra zgjidhim ekuacionin.
Kur ne kemi 2 deri tani, më lart ne kishim parë kur kemi vetëm një funksion trigonometrik, sinus, kosinus apo tangent. Në rastin kur kemi 2, do shikojmë mënyra se si ne këto ti reduktojmë, ti thjeshtojmë, bëjmë veprime. Në këtë rast, ne mund të thjeshtojmë të dyja anët me funksionin kosinus x. Pse e bëjmë këtë? Në mënyrë që formohet tangenti, kosinus x. Pra, këtu formohet 2 tangent x, baras me këto thjeshtohen dhe del 1. Dhe ja si u thjeshtua ekuacioni duke u bërë tangent x baras me 1/2, ose 0/5. Që këtej nga tabela ju mund të gjeni vlerën e x-it dhe del x-i afërsisht, sepse në tabel të gjitha vlerat pothuajse janë të përafërta, dhe shohim që te tabela del afërsisht 27 gradë. Atëherë kemi këndin bazë, i cili është këndi 27 gradë. Po vendosim këtu në rreth. 27 e kemi këtu. Shohim gjithashtu gjithmonë kujdes bashkësia që ju jepet në libër. Bashkësia është minus 180, 180. Pra duke filluar nga minus 180 deri në 180 vim këtu. Atëherë nëse ne heqim për tangentin gjithmonë heqim drejtën e cila ose segment drejtën që kalon nga qendra, nga origjina, dhe do marrim gjithmonë këtë këndin tjetër këtej në kuadratin e tretë në rastin tonë. Dhe bie, ky është 27, do të thotë që në 180-ës do t'i shtojmë dhe 27, pra 180 gradë plus 27 gradë, dhe kemi 207 gradë. 7 gradë. Pra këtu është këndi 207 gradë. Si përfundim kemi x1-shin. Kujdes, jo 207, sepse ne bashkësinë në libër e kemi nga minus 180 në 180. Atëherë do ta me minus. Do me thënë, do nisemi këtej dhe do gjejmë 90, do ecim edhe këtu, ose themi ndryshe 180 minus 27. Pra 180 minus 27 që bën 153 gradë. Pra x2 është baras me minus 153 gradë. Këto janë zgjidhjet brenda zonës tonë, që ishte minus 180 gradë, 180 gradë. Ka shumë rëndësi zona që na jep libri, sepse nëse nuk do ishte kjo zonë, atëherë do kishim pafundësi zgjidhjesh dhe do kishit pak më vështirë për paraqitjen. Kaq për këto ushtrime, shikojini vetë tjerat edhe më thoni nëse nuk i kuptoni.